Tim të dëshmorëve të demokracisë. Dhe Partia Socialiste I respekton të gjithë dëshmorët. Skenarët e porositur dhe humbja e largpamësisë politike që Kuvendi I Shqipërisë sot të gjente një moment për ta mbajtur një minutë heshtje, sikur se ju e thatë, unë nuk propozova të mbajt minutë me njerë, por thash do ishte në nderin e Kuvendit që të gjenin një moment për ta organizuar një gjë të tillë. Sa I përket atyre që u thanë këtu për Gramoz Ruçin apo përfaqësues tjerë Partisë Socialiste, ajo është një çështje për të cilën Gramoz Ruçi ka dalë me dëshirën e tij para drejtësisë, edhe drejtësia ka folur qartazi sa I përket çdo lloj insinuate politike të ngritur kundër figurës së Gramoz Ruçit. Megjithatë, keqardhje e madhe për këtë degradim, ndërkohë që sa I përket pjesës tjetër, I tërheq vëmendjen çdo deputeti të Partisë Demokratike që thyen rregullat e bashkëjetesës në këtë sallë. Marrja e kartës pamundësimi I fjalës së çdo deputeti është e palejueshme. Ajo dënohet sipas rregullores, deputeti anë fjalë e cila ka